Në zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit, deputetja Brunilda Mersini do t'jetë e para grua pretendente për të drejtuar Bashkinë Vlorë. Prezantimi i Mersinit u bë nga drejtuesi politik i Partisë Socialiste, Bledi Çuçi, përmes asamblesë së vogël të Partisë Socialiste, me pjesëmarrjen e deputetëve të qarkut dhe strukturave socialiste. Pas takimit me strukturat socialiste, drejtuesi politik i qarkut Vlorë Bledi Çuçi e cilësoi kandidaten Mersini si zgjedhjen që Vlorës do t'i sjellë vizionin e duhur. Gjatë prononcimit të saj, kandidatja Brunilda Mersini e cilësoi si një privilegj dhe përgjegjësi faktin që është kandidatja e parë grua për Bashkinë e Vlorës, a e theksoi vendosmërinë për të bërë Vlorën qytetin që vlonjatët meritojnë. Kandidatja Mersini theksoi angazhimin maksimal për të ndërtuar një bashki më efikase, më transparente dhe më pranë qytetarëve. Të Bashkisë së Vlorës, ku sigurisht mbas prezantimit të kandidaturës miratuar nga kryesia e Partisë Socialiste dje në Tiranë për Bruna Mersinin, filluam edhe menjëherë nga organizimi i punës për fushatën për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë radhës në Bashkinë e Vlorës. Kështu që si shikoni, jemi të gjithë tashmë të ingranuar për një fushat po aq cilësore edhe për të marrë një rezultat nga më të mirët për sa i takon rezultateve të zgjedhjeve vendore. Unë jam shumë i kënaqur me gjithë mobilizimin e strukturës Partisë Socialiste në Bashkinë e Vlorës dhe besoj se do arrijmë të realizojmë gjithë objektivat që tashmë i kemi vënë si nga rezultati, ashtu edhe për nga cilësia e fushatës. Bruna është po aq emocionuar, besoj sa po mori lajmin. Ndjesia e parë, themi. Ndjesia e parë pa diskutim është një emocion, por jo vetëm emocion, është një ndjenjë e tillë përkushtimi, përgjegjëshmërie dhe pa diskutim falenderimi edhe për besimin që njerëzit më dhanë, drejtuesi politik, kryesi e Partisë Socialiste dhe kryetari i Partisë Socialiste. Të lini mandatin e sapo filluar të deputetit për një sfidë të re. Ju trëm sfida e re. Kur ka marrë vendimin për të kandiduar si deputete, ka qenë një nga vendimet më të vështira në jetën time, sepse u detyrova të lija profesionin e mjekut. Pastaj pash që në profesionin e mjekut ndihmoja një fash më të vogël njerëzit se sa ndihmoja në fashën kur isha deputete, ose tashmë jam deputete. Në cilësinë e kryetarit të bashkisë mendoj që do të kem mundësinë të ngrej ura komunikime një fash më të gjerë për komunitetin dhe pa diskutim dhe për qytetin. Investimi i parë që mendoni, që u erdhi në mendje më saktë kur ju komunikuash dhe jeni ju kandidatja? Unë nuk mendova investive, mendova që Vlora është një qytet që ka dinamika, që ne kemi qenë dëshmitar të dinamikave të zhvillimit të qytetit dhe sot ne presim aeroportin. Pra presim që Vlorën ta bëjmë një derë të hapur për Evropën dhe një brend ekonomik, dhe jo vetëm ekonomik, por tashmë dhe industrial, që ky qytet të jetojë, jo vetëm në verë, por të jetë dhe në dimër, një qytet i jetueshëm dhe i gjallërueshëm. E para grua. E para grua. Sa sfiduese është? Është shumë sfiduese, por më shumë është një ndjenjë përgjegjësie, sepse ti duhet të lësh emrin e mirë të një gruaje dhe pa diskutim të them krenare që Shqipëria është grua. Në fund të këtij rrugtimi. Gjatë fushatës patët një mbështetje të madhe masive nga qytetarët e Vlorës. Çfarë ju thoni sot atyre? Ata ishin shtysa. Ata ishin shtysa ditë për ditë kur unë i takova, dorë për dorë kur unë i takova, emocionet dhe besimi që ata më përcollën. Kështu që u them një faleminderit dhe them që unë do të bëj pa diskutim më të mirën për ata. Do të ngrej ura komunikimi për qytetin dhe për komunitetin. Do t'i çuçi një pyetje të fundit. Patjetër. Bashkëkryetarin e partisë e keni grua. Kandidaten për bashkinë e keni grua dhe prefekten e sapo zgjedhur grua. Çfarë po i thoni? Shqipëria është grua. Çfarë po i thoni Vlorës? Vlorës po i them që nuk ka asgjë të paramenduar, është krejt natyrshëm. Ne jemi partia që krijojmë shanse të barabarta. Dhe terreni me shanse të barabarta krijon dhe këtë realitet. Nuk është për shkak të zhgënjimit që keni pas nga burrat deri tani? Jo, s'ka të bëjë fare, ka të bëjë me shanset e barabarta. Faleminderit.